Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë mënyrën se si përgatites unë kungullurin, një teknikë gatimi shumë të shpejtë, thjesht, ideale për gjithë ato motra që punojnë, për ato motra që nuk dinë shumë që të përgatisin, janë fillestare në kuzhinë, ja vlen me provu këtë mënyrë, besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Këtu kam një kungull mesatar. Marrim dhe ndaj një kungull për një pite shumë, po unë do e bëj vetëm se gjysmën e kungullit, do e ndaj në dy pjesë, pak me vështërsi, ndahet kështu, mund ta merrni me një sopall ta ndani, t'ja largoni farat dhe mund të lugës ta gryti. Gjysmën e kungullit shkon pak me vështërsi, mirë po do ja ndaj. Kam darë kungullin në dy pjesë, tash kështu me anë të lugës, ja largoj farat, pasi t'ja largoj farat, e lëm kështu pjesën e mesit të zbraz dhe filloj me lugë përsëri ta bëj gryjen. Kështu në këtë mënyrë, përgatisim bushën. Kam bërë gryjen e kungullit, këtu kam gjysmën e kungullit, e kam hedhë në një tigan, ja shtoj 250 ml me qumsht, shtoj 2 lugë gjella me sheqer dhe 1 lugë e gjysmë të mesme me krep dhe masën e zi në temperaturë mesatare dikon për 10 ose 15 minuta duke e përzier her pas here, derisa kungulli të zbutet mirë. Masa është zier mjaftueshëm, tash e largojna nga zjarri dhe mbushja është gati. Mbushja është gati, tash përgatisim brumin. Këtu në im kam hedhur 550 gram me miell, shtoj 1 lugë e gjysmë të mesme me krep, shtoj 2 lugë gjella me vaj dhe për formimin e brumit na nevojitet ujë i vakët. Ujin e shtojmë pjesë, do na duhen dikon rreth 300-350 ml, mi pas njëherë nuk dihen masat fikse. Shtojmë e punojmë, fitojmë një brum të butë. E punojmë brumin gjithsesi të largohet nga dora. Kam punuar brumin, kam fituar një brum të butë, e mbulojna kështu enën dhe lojmë që brumi të pushojë në ambient me rreth 40 minuta. Brumi ka pushu, e largojmë nga ena, hedhim miell, tavolinë pune dhe e largojmë brumin. Është bërë një brum shumë i mirë, një brum elastik. Shumë e mirë, del pitja kur bëhet brumi kështu elastik. Tash brumin pak e ngjeshim kështu tek mielli dhe ndojmë në dy pjesë të barabarta. Secilës pjesë e japim formën e kulaçit duke rrokollisë në mi. Sa me lëmuar forma, aq më e mirë do del peta më pas. Kështu dhe kulaçi tjetër. Tash marrim kulaçin e parë dhe hapim pak. Në masitë një pjate të madhe bëjmë hapjen. Kështu të dy kuleçet i hapim në të njëjtën masitë. Duke hedhë miell dhe me anë të shkopit bëjmë hapje. Kam hapur të dy kuleç në masitë të pjatës. Ju hedhë vaj, kështu. Dhe kulaçi tjetër apo petës tjetër për hapje. Bëjmë palosjen.
përhapi kështu dhe tek pejta tjetër, bëjmë palosjen dhe I lojmë që të pushojë dikon për 10 ose 15 minuta. Pejtat kanë pushu mjaftueshëm, marrim pejtën e parë, pejtën e dytë e lojmë në njërin skaj tavolinës punës dhe fillojmë që ta tërheqim kështu me dorë e bëjmë një drejtkanç, jo shumë të madh, kon me dimenzione 40 cm, mjaftueshëm është. Mjaftueshëm është drejtkançi. Tash bëjmë prerjen e drejtkançit. Prejmë kështu në 3 pjesë. Tash përsëri dhe nga kjo e prejmë në 3 pjesë. Dhe I bjerë që kemi fitu në kuleq. Pra bëhet sikur se me nën kuleq. Një përgatitje shumë e thjeshtë, sidomos për fillestarët. Kjo përgatitje është e thjeshtë, e lehtë dhe pitja del lehtë. Kështu I radhisim një nga një pejtat dhe I bashkojmë qofshët me duar. Mirëpo nuk ja humbim formën e drejtkançit, pasi do e vendosi në tepsinë e shporetit elektrik. Qofse e përgatitni në tepsinë rrethore, mundohuni që t'ja jepni formën rrethore, mirëpo shumë e përshtatshme është kjo pitje përgatitet në tepsinë e shporetit elektrik, në çdo tretën pjesë e lyj me vaj, me çfarë do lloj yndyrësh që doni ta përgatitni bëni lyje. Kam hedhur vaj mjaftueshëm kur ka pushu pejta e plot. Kështu në këtë mënyrë bëjmë radhitje e 8-9 pjesëve. Për 15 minuta do e përgatitni një pite, qofse përgatitni në këtë mënyrë, kur jeni të lodhur nga puna, vini motrat fillestare në kuzhinë. Ja vlen me përgatit këtë pite, të mëse brumin herë e kthejmë nga njëra anë, herë nga tjetra, që pjesët të ngjiten paralel. Hedhim vaj. Vendisim edhe 3 pejtat. Kemi radhit gjithë pejtën, tash me majet gishtave shtypim qofshët nga gjithë anët. Që bëhet ngjitja mirë e mirë. Tash pejtën e formuar e kaloj në tepsinë, siç e kam thënë, në tepsinë e shporetit elektrik. Tepsien e kam lyer me gjalp të ngrirë, tërheqi kështu brumin me duar dhe qoshat e pejtës I vendosi nga rrafët e tepsisë. Në këtë mënyrë veproj nga gjitha anët e pitës apo tepsinës të themi tash, ende nuk është formu pitja. Kështu veproj nga gjitha anët. Tash ja kaloj mbushjen. Mundohem që mbushjen ta përhapim mirë e mirë, gjithë sipërfaqen e pejtës së parë. Loj gjithë mbushjen. E përhapi kështu me lirë. Trashësia mundohem t'ja jap nga gjitha anët të njëjtë. Vërtet kungulluri I përgatitur në këtë mënyrë del shumë I mirë, një shije tradicionale, siç e kanë përgatitur nëna gjyshët tona, ja vlen me provu. Kam përhap mbushjen, tash I shtoj pak vaj sepër, dikon 3-4 lugë gjelle. Tash marrim pejtën e dytë, dhe pejtën e dytë e tërheqim kështu me duar në formë të një drejtkançi. Në masinë e njëjtë, kështu dikon rreth 40 cm, e prejmë në 9 pjesë.
tash bëjmë prerjen. 3 prerje bëjmë nga njëra anë, 3 prerje nga ana tjetër dhe në këtë mënyrë i fitojna një petë sikur me 9 kulleç. Tash i radhisim dhe në çdo të tretën petë hedhim pak vaj. Mënyra e njëjtë bëhet sikurse tek peta e parë. Dhe petën e dytë e formojmë në mënyrë të njëjtë. Pasi kam formu petën e dytë, vendosim mbi harxhe, kështu. Dhe qoshët e petës së dytë i bashkoj me qoshët e petës së parë nga gjitha anët, kështu. I bashkoj. Që gjatë pjekjes mos del mbushja jashtë. Marrim shpakullën dhe shtomon të shpakullës nga gjitha anët, shtypim qoshët që të bëhet ngjitja më mirë. Marrim një lugë të vogël dhe me bishtin e lugës ja formojna rrethë, kështu një rreth i hollë i tërë, që të sigurohemi më mirë, mos del mbushja. Sipër i hedhim vaj ose yndyrë tjetër, t'lyna apo margarinë apo gjallë dhe e kam nxjerr furrën në 220 gradë në temperaturën e 1 do e pjekje rreth 25 minuta. Kam largu nga furra. Tashmë të një thikës bëj shprishje. Nga pjesa e sipërme, shprishje me thikë. Shpjekur shumë mirë. Si që vëreni ngohet flet. Tashmë dhe kështu spërkasim me ujë që të zbutet, mos qese e fort pitja, po të zbutet, dhe nga pjesa e poshtme, e lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Pita është ftohur pa ta prejmë dhe ta shihni në brendësi se si ka dalë, kështu një pjesë. Ka dalë shumë e mirë, si baklava. Let plate. Jallë si duket. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Jam brendësia. Është krokante nga pjesa e jashtme, nga brendësia është e butë. Vërtet ka dalë shumë e mirë pitja apo kungullore. Gjithë ju që përgatesni në këtë mënyrë ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Ju lutem këtë video ta ndani tek miqët dhe dashamirët tuaj, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.